Shëndetje miq, ja ku jemi përsëri për të folur për një temë tjetër. Tema e sotme është interesante si të gjitha temat e tjera. Do flas për integratorët ushqimor ose integratorët alimentar në italisht. Në anglisht food supplement, ndërsa në shqip unë do të thoja ushqime plotësuese. Pra, vitet e fundit, po ka shumë kohë që njerëzit kanë filluar t'i pinë me grushte këto vitamina, minerale, aminoacide me kutija të mëdha nga kaq, nga 5 kokra, nga 10 kokra në ditë, se janë të nevojshme. S'kam parë nga ata të cilët nuk rinë dot në qoftë se nuk marrin të tilla shtesa ushqimore. Kanë të drejtë, nuk kanë të drejtë, pse i marrin? Okej, do ta diskutojmë tani. Ose cilat janë ato më të mirat dhe cilat janë ato që s'duhen marrë. Do mundohem t'ju sqaroj në lidhje me këtë. Në radhë parë, dua të sqaroj ose pyetjen e parë që unë kam vënë, kam nxjerrë 1, 2, 3 nga 5 pyetje këtu. Pyetjen e parë që kam vënë në listë është pse ka lindur nevoja e ushqimeve plotësuese. Pse ne duhet të shtojmë vitamina dhe minerale përveç ushqimit që ham? Kam nxjerrë 2 pika për këtë. Njëra është sepse ushqimet që ne ham nuk e kanë më vlerën të cilën kanë patur këtu e 100 vjet më parë. Pra, vetë frutat, bimët, sallaturinat e çdo gjë tjetër që ne ham nuk e ka më vlerën që kanë patur 100 vjet përpara, ose akoma më tepër 200 vjet përpara. Pse? Sepse tani industria ushqimore është jashtëzakonisht e përpunuar. Dhe çdo gjë që mbillet, në radhë parë mund të jetë OGM, domethënë e përpunuar nga ana gjenetike. Në radhë të dytë, koha e qëndrimit të bimës në tokë derisa të rritet është shkurtuar me qëllim përfitimi. Në radhë të tretë, i hidhen shumë kimikate dhe pesticide të ndryshme për ta ruajtur nga sëmundje të ndryshme ose për ta rritur më shpejt. Të gjitha këto bëjnë së bashku në total që ajo që ne ham të ketë pak vlerë ushqyese. Atëherë kjo mund të kthehet në trupin ton si një bumerang. Do me thënë që ne ham, por na mungojnë vlerat ushqyese, sepse po ham një ushqim i cili ka shumë pak vlera ushqyese. Kjo është njëra anë. Ana tjetër e kësaj është edhe mania e madhe për të nxjerrë në treg një frut, një perim, një zëvat, sa më shpejt jetë e mundur, që të marrin përfitimin dhe të mos presin derisa ajo të piqet dhe të ketë kohën e vet të pjekjes. Pra, neve sot frutat sidomos, po edhe ushqimet e tjera, nuk i marrin në kohën e pjekurisë së saj, po i marrin në kohën kur janë akoma gjysmë të pjekura, ose të mos them të pa pjekura fare, siç quhen ato aguridhet. Së shpejti tani do fillojnë pas 1 muaji 2, do dalin kumllat. Po kumllat që dalin janë gjithmonë të tharta. I marrin pa u pjekur akoma, sepse ka 2 anë kjo gjë. E para është se nuk presin dot derisa të piqen, duan të fitojnë sa më shpejt të kenë të ardhura. Dhe e dyta, kur një frut, një produkt është pjekur, kohën nga vjelja deri te konsumatori, zinxhiri është shumë i gjatë. Dhe duke qenë zinxhiri shumë i gjatë, arrin te konsumatori duhet konsumuar brenda 2 ditësh, 3 ditësh, në të kundërt do kalbet dhe tregtari do ketë humbje. Prandaj që të mos ketë humbje tregtari, do ta marrë atë në një fazë jo të pjekur. Por duke marrë në një fazë jo të pjekur, ai nuk e ka lënë që ai frut të marrë maksimumin nga pema, nga toka, nga rritja e saj. Por të marrë një 50%, pra që këtu ne jemi me 50% bangut. Përveç tokës që ka problemet e veta, kemi edhe problemet tona të gestionit ose të rregullimit të këtij zinxhirit nga konsumatori, nga prodhuesi deri te konsumatori. Është një zinxhir shumë i gjatë.
Edhe shpesh herë më shumë fitojnë këta që ja shesin njëri tjetrit se sa ai që e ka prodhuar. Pjesa tjetër, që është edhe kjo shumë e rëndësishme, e cila bën që ne të kemi mungesa të vlerave ushqimore, është mënyra e të ushqyerit. Për këtë unë kam bërë një video më përpara se si duhet të ushqehemi. Pra, edhe sikur ne të gjejmë të marrim një frut, mund të jetojmë në fshat, kemi bacen ton, kemi hurmat tona, kemi fikun ton, e të gjitha me radhë, edhe ham nga bacja jon, por nuk dim t'i ham. Edhe i ham në mënyrën e gabuar. Mjafton t'i hash në mënyrën e gabuar dhe përsëri ti nuk do marrësh vlerat që ajo ka. Për shembull, frutat nuk konsumohen mbas buket, siç jo kam thënë dhe më përpara. Pse? Po sepse frutat duhet ta gjej stomakun bosh që të tretet mirë dhe të përthithet mirë. Nëse ne i ham mbas buke frutat, siç i ham rëndom, unë për vete jo, flas për të tjerët në këtë rast, i ham në njëherë mbas buke. Edhe fruta, kur shkon në një stomak që është plot me ushqim, do fermentohet shumë shpejt. Do qëndrojë aty një orë gjysmë sa tretet ushqimi, do fermentohet dhe nuk do ketë më vlerat e saj. Pra që këtu ne kemi humbur vlerat, mjafton që të mos dim se si ta ham në kohën e dur frutat. Tjetër, mjafton të përzihen disa fruta bashkë. Të ham një moll, një hurm, një kivi, një ananas. Pra, një përzierje e tillë e frutave me tul, frutave me lëng, ose frutat e thata, i fus edhe dy ara, i fus edhe ca fara alini, i fus edhe ca fara kia brenda, i fus e ku di unë qa. Kujtojmë se duke futur sa më shumë gjëra brenda ato bëhen më të mira, është e kundërta, bëni gjithë gabim. Duhet ngrënë vetëm një frut. Pra nëse ke dëshirë të hash një moll, ha një moll, ha dy moll, ha tre moll, ngopu me moll. Pra bëj një brum në stomakun tënd vetëm me moll. Kur të mbarosh me mollën, nesër ha hurma, pas nesër ha pjeshka, pas nesër ha një kile qershia. Po jo, ha buk me gjell, vë 2 qershia ke veshi, edhe në fund fare i ha një nga një atë dhe thua që han edhe frutat pastaj. Prandaj, mënyra e të ngrënit, që unë e kam shpjeguar në një video tjetër dhe nuk duhet të ripërsëris vetë, është shumë e rëndësishme që ne të marrim vlerat tona ushqyese 100%. Edhe për zinxhirin e tregtisë është shumë i rëndësishëm, por nuk kemi çfarë t'i bëjmë, sepse ne nuk mund ta shkurtojmë këtë zinxhir. Ose duhet të shkojmë në fshat, edhe të jetojmë atje dhe e shkurtojmë këtë zinxhir, ose duhet të dalim dikush tjetër dhe të hap një mënyrë tjetër tregtie, e cila ta lidh drejt për drejt prodhuesin me konsumatorin, në mënyrë që ne të marrim vlerat ushqyese sa më shumë të jetë mundur. Çfarë janë vlerat ushqyese të shtuara, do të thënë shtesat ushqimore? Dua të them gjithmonë shqip, nuk dua të them suplement ose integrator, do të them shtesë ushqimore. Shtesat ushqimore zakonisht janë vitamina, janë minerale, janë enzime, janë aminoacide, janë vajra, omega 3, omega 6, omega 9 e tjerë. Sepse supozohet që neve këto na mungojnë, ose na kanë dalë në analiza të ndryshme që na mungojnë dhe ne duhet të marrim si suplement. Sepse nëse ne do të marrim si shtesë ushqimore, jo si suplement, dhe nëse ne do të marrim vetëm nëpërmjet ushqimit, atëherë do të na duhet një sasi e madhe ushqimi për të kompensuar për shembull vitaminën D3, ose për të marrë zinkun, ose për të marrë një element tjetër. Dhe na duhet një kohë më e gjatë për të shkurtuar këtë kohë dhe për t'i dhënë trupit sa më shumë dhe sa më shpejt atë element që i mungon, ne shkojmë tek shtesat ushqimore që rëndom quhen suplemente ose integrator. Ka një pikë pyetje këtu tani. A janë njësoj vitaminat që janë tek frutat, perimet, zezavatet e tjerë me këto kokrat që ne ham, që ne i marrim si shtesë ushqimore? Unë do thonja jo. Nuk janë njësoj. Në momentin që ne mundohemi të nxjerrim një vitamin, një mineral nga një frut, nga një perim, nga një zezavat, kemi filluar
që ta dëmtojmë atë. Kemi filluar të humbasim energjinë që ajo kishte. Ndërsa kur ne e hamë si frut, ajo nuk ka vetëm vitaminën, por ka dhe energjinë e vetë brenda. Ndërsa kjo flitet për ato shtesa ushqimore që janë natyrale. Por ka dhe shtesa ushqimore që s'kan të bëjnë lidhje fare me natyrën dhe janë komplet 100% sintetike. Pra të bëra në laborator vitamina sintetike. Vitamina, minerale, enzime që janë gati inorganike. Këto mund të jetë dhe të dëmshme për organizmin dhe janë pak të asimilueshme dhe akoma më pak të metabolizueshme. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që nëse tek një frut ka 1 gram vitamin C për shembull, ajo mund të përthithet 100%. Por nëse marr 1 gram vitamin C nga një shtesë ushqimore, që janë këto kokrat, atëherë ajo nuk do përthithet 100%. Do përthithet 10, 20, 30%. Pjesa tjetër do ngelet e papërthithur. Nga ky 10, 20, 30% që është përthithur, nuk do metabolizohet i tëri, sepse trupi jon metabolizon shumë mirë të gjitha ato vitamina dhe minerale që janë organike, ndërsa ato që janë inorganike e ka shumë të vështirë që t'i fusë në punë dhe t'i metabolizoj, t'i bëj pjesë të tyre. Kur nuk e bën dot pjesë të tyre, ai e lëmënjan, e vë diku në trup, e cila pastaj mund të shkaktojë dëme në trup nëse nuk metabolizohet. Për shembull, ka shumë njerëz, mbasi kanë ndruar jetë, i është bërë autopsia dhe është parë për shembull që kishte shumë hekur në mëlçi. Por ai gjithmonë dilte me mungesë hekuri. Por ai hekur që ishte në mëlçi, ishte hekur të cilin mëlçia nuk e përdorte dot. Trupi nuk ja përdorte dot. Ishte lloj hekuri inorganik dhe ishte i dëmshëm atij kur rinte. Dhe trupi nuk e përdorte dot. Dhe vazhdonte të merrte hekur nga ana tjetër. Pra, nuk do të thotë që na mungon hekuri dhe të marrim çdo lloj hekuri edhe ta fusim në trupin tonë dhe ai do të na bëjë punë. Mund të metabolizohet një pjesë tjetër mund të depozitohet diku në trup dhe mund të jetë i dëmshëm për organizmin. Çfarë do thotë metabolizim? Sepse e përdora 1-2 herë. Metabolizim është fjala e anabolizmit dhe katabolizmit. Ne në fillim shkatrojmë, katabolojmë, do të thënë, ne shkatrojmë. Katabolizëm do të thotë shkatrim. Mbasi kemi shkatruar një ushqim, pra e kemi tretur të gjithin, kemi marrë elementet fillestare nga të cilët është përbërë ky ushqim, atëherë duhet ta anabolizojmë, pra ta ripërbëjmë për interesin tonë, për të prodhuar qeliza të ndryshme për trupin, për kockat, për gjakun e tjerë. I gjithë ky proces, shkatrim dhe ndërtim, quhet metabolizëm. Dikush e ka shkatrimin e fortë dhe ndërtimin e ngadalt, pra katabolizmin e fuqishëm dhe anabolizmin e ulët. Dhe atëherë kemi një problem në përgjithësi, në metabolizëm. Trupi jon i metabolizon shumë mirë vitaminat, mineralet, enzimet e çdo gjë tjetër që është natyrale. Pra futen në reaksione, kryen reaksione dhe prodhojnë substanca të ndryshme në organizëm. Ndërsa kur janë inorganike, ato kanë shumë vështirësi të mos them që metabolizohet vetëm 1% e tyre. Çfarë do të thotë organike dhe inorganike? Me që e përdora fjalën organike dhe inorganike, shumë njerëz nuk e kuptojnë çfarë është organike dhe inorganike. Organike është një gjë, një ushqim, jo një gjë, është një ushqim ose një frut, ose një perim, ose një zërzavat, i cili rritet në tokë dhe merr ushqimin nga toka, merr mineralet, merr çdo gjë që ndodhet në tokë, por sidomos mineralet, merr energjinë diellore dhe nëpërmjet procesit të fotosintezës që kanë gjethet e asaj bime, jep energji të gjithë bimës, i shndërron në vitamina dhe element të tjerë të cilat shkojnë pastaj tek frutat dhe i jep vibracion, pra i jep energji, i jep një lloj energjie, ato që kam shpjeguar më përpara që quhet angstrom.
Çdo pepë dhe çdo frut ka angstromin e vet. Në momentin që ai kputet, fillon ta humbas edhe energjinë. Jeta organike nga inorganika dallohet pikërisht nga vibracioni. Sa më shumë të vibroj, aq më shumë jetë ka. Dhe sa më pak të vibroj, aq më pak jetë ka. Edhe guri, për shembull, vibron, po vibrimi i gurit është jashtëzakonisht i vogël dhe ka një cak, ka një kufi që mund të themi këtu është organikja, këtu është inorganikja. Vibrimi, për shembull, po e zëm mbi 1000 angstrom janë organike, nën 1000 angstrom janë inorganike. Këtë shembull e mora a priori pa një kufizim, për kufizim shkencor, e mora thjesht vetëm si shembull. Sepse ajo në fushat të ndryshme dhe në elemente të ndryshme është e ndryshme. Tek gjallësat ndryshe, ke pemë ndryshe, ke kërpudhat ndryshe, e kështu me radhë. Pra, ka një kufi që dallon organike nga inorganika, dhe ajo që është më e rëndësishme është koncepti i vibracionit të ushqimeve. Dhe të gjitha këto suplemente ose shtesa ushqimore që janë në formë kokrash nuk kanë vibracion, kanë zero vibracion. Por kanë një frekuencë të tyre, por nuk kanë vibrim. Duke mos patur vibrim, ne duhet t'i japim nga vibrimi jonë, duhet t'i jetësojmë ato. Kështu që jo vetëm që nuk na japin ndonjë ndihmë shumë të madhe, por edhe mund të na pengojnë dhe mund të na lodhin kur i marrim për një kohë të gjatë. Prandaj unë shpeshherë them që të gjitha këto shtesat ushqimore, edhe kur i rekomandoj, mundohem të rekomandoj ato organiket dhe jo ato inorganiket, i rekomandoj vetëm për 30 ditë. Kur më vjen njerëz këtu, kanë 6 muaj që pinë kokra të ndryshme, me grushta. Është e pamundur, nuk mund t'i pini. 1 muaj. 1 muaj është i mjaftueshëm. Dhe nëse juve ju mungon një vitamin, një mineral, një enzim, një aminoacid, do ta gjeni gjatë këtij muaji në burimet ushqimore. Kush e ka këtë vitaminën këtu, kush e ka këtë tjetrën, do shtoni ushqimet ku gjendet ajo vitamin ose ai mineral. Por një shtesë ushqimore 1 mujore edhe mund ta merrni, por jo më tepër se 1 muaj. Dhe nëse doni të merrni përsëri, duhet të kalojë 1, 2 ose 3 muaj të tjerë përpara se ju të merrni po të njëjtin shtesë ushqimore. Mund të merrni shtesa të tjera që ju mungojnë, po jo po të njëjtin ta bëni çdo muaj. Tani, këtu dua t'ju shpjegoj një gjë shumë të rëndësishme. Ju shpesh herë, edhe neve, edhe unë, kemi një dilemë shumë të madhe kur shkojmë për të marrë një shtesë ushqimore, një kokër, një suplement, një integrator. E kemi, është i mirë, s'është i mirë, është i vërtet, s'është i vërtet, është falso, s'është falso. Jetojmë në botën e falsitetit, në të gjitha këndvështrimet. Qoftë në atë shpirtërore, qoftë në atë fizike, qoftë në atë ekonomike. Dhe duke jetuar në një botë falsiteti, jemi të detyruar të kemi dyshimet tona për çdo gjë që bëjmë dhe për çdo gjë që marrim, që e blejmë me lekët tona. Përderisa unë e blej me lekë atë gjë, dua që atë lekë që shpenzoj, ta shpenzoj mirë, të mos e shpenzoj kot, të mos marr një gjë për një gjë tjetër që nuk ekziston. Atëherë si ti dallojmë neve këtë gjëra, se kush është e mirë dhe kush nuk është e mirë nga këto shtesat ushqimore? Në radhë të parë, duhet që të shikoni certifikimin. Çdo kuti me suplemente ushqimore, me shtesa ushqimore, integrator alimentar e tjerë, po flasim në fillim për ato të Amerikës, ato janë të detyruar në Amerikë që të bëjnë certifikime dhe aty shkruhet në një kordizë katrore që ky suplement, ky integrator është i certifikuar nga FDA-ja. Ose në të kundërt, po me një katror me vizë është i shkruar që ky suplement nuk është i certifikuar nga FDA-ja. Për të gjitha prodhimet që prodhohen
në Amerikë. Në qoftë se është në anglisht, thotë që është prodhuar në Amerikë dhe nuk e ka këtë shkrim, nuk është prodhuar në Amerikë. Sepse në Amerikë nuk del dot pa këtë shenjën që është e certifikimit që është kjo këtu. Qikë më vonë do t'ja tregoj më nga afër. Pra ka një katror këtu. Në qoftë se nuk e ka atë dhe është e gjitha në anglisht, mund t'jetë jo amerikan, mund t'jetë i prodhuar në një vend tjetër dhe mund të mos jetë i saktë. Gjithashtu, vendet evropiane kanë certifikimet e tyre. Çfarë do të thotë certifikim? T'ju sqaroj çik fjalën certifikim. Certifikim do të thotë që një prodhues krijon një formulë për kockat, e supozojmë, me që të gjithë kanë probleme me kockat, dhe thotë në këtë kokër unë do të fus brenda glukozamin, kondroitin, acid hyaluronik, MSM, që janë disa produkte që i duhen kockave, i duhen gjymtyrëve. Dhe do të vë nga kaq miligram për secilën. Kjo 300, kjo 300, kjo 200, kjo 100. Kjo quhet formulë. Këtë formulë unë duhet ta depozitoj në Ministrinë e Shëndetësisë të vendit përkatës, ku unë banoj. Atje është një grup mjekësh në Ministrinë e Shëndetësisë, ku e shikon këto elementet, shikon dhe emrin, si ja keni vënë për kockat, a për trurin, a për ndonjë gjë, dhe bën verifikimin nëse korrespondojnë. Sepse mund të vësh këto dhe mund të thua që bërë mirë për trurin, po ajo nuk është e vërtetë. Kështu që ta djegin, thonë jo, kjo nuk është e vërtetë, ose do t'i ndryshosh emrin. Në qoftë se të gjitha korrespondojnë, se zakonisht këto bëhen me një grup mjekësh tek firmat serioze, atëherë ata e aprovojnë këtë lloj formule. Në momentin që e aprovon ministria, do paguajë një taks për aprovimin dhe për punën që do bëjë ministria, dhe kjo formulë pastaj duhet të prodhohet vetëm në laboratoret e certifikuara nga Ministria e Shëndetësisë të vendit përkatës. Pra, Ministria e Shëndetësisë ka disa laborator, 2, 3, 4, 5, 10, mbaret nga shteti, të certifikuar. Çfarë do të thotë? Do të thotë që ai laborator duhet të ketë 10 kushte. Duhet të ketë 1, 2, 3, 4, 5, 6, e shumë gjëra të tjera, në mënyrë që certifikimi të jetë 100% i saktë. Kështu që jo vetëm duhet të depozitosh formulën, por duhet ta prodhosh në laboratoret ku të thotë ministria që janë të certifikuar. Pra kontrolli këtu është më i madh dhe produkti që ka dalë në një farë mënyre është i verifikueshëm dhe është i kontrolluar. Në qoftë se nuk ka një certifikim të tillë, pra nuk ka marrë certifikim, nuk është i depozituar në ministri, atëherë mund të mos jetë i saktë. Do thotë dikush, po mirë, pse i shesin ata kur nuk janë certifikuara? I shesin sepse në të gjithë botën nuk është ndaluar, qoftë në Amerikë, qoftë në Shqipëri. Në Shqipëri nuk e di, po në Shqipëri po edhe në Evropë nuk është ndaluar që ti të prodhosh diçka edhe ta shesësh. Edhe pa certifikim. Pra është në besimin e atij që e prodhon. Çfarë fiton ai që nuk e certifikon? Fiton të gjitha këto taksat që do paguajë në shtet dhe detyrimet që të shkojnë në një laborator që është i certifikuar të presi radhën atje, etj. Edhe mendon që po ta bëj direkt vet pa certifikim, ka më shumë fitim, ka rrugën më të shpejtë për ta prodhuar. Dhe pastaj punon me reklama, me gjëra të tjera për të rritur besimin. Këtu duhet patur shumë kujdes, sepse këto që janë pa certifikim shpeshherë nuk janë të sakta. Pra aty mund të thotë që kam vitamin D 5000 unite, aty s'ka asnjë gjë fare. Ose mund të ketë 1000, ose mund të ketë 500, mund të ketë gjurmë të vitaminës D. Ti nuk e kontrollon dot sepse ai nuk është i certifikuar, ti s'ke çfarë bën fare. Edhe shteti nuk i thot asnjë gjë, as atij e as ty s'ka çfarë bën. Është në mirë besim të njëri tjetrit. Prandaj do t'ju sugjeroja që në fillim të shikonit certifikimet. Po certifikimet si shikohen? Çdo produkt duhet të ketë faqen e vet, dhe në faqen e vet thotë që
ky është certifikimi të dalin ato aty. Ose do merrni produktin dhe duhet shikoni që në produkt, ky produkti që kam këtu për shembull, ka këtë zbarur këtu me viza, por ka edhe një kod QR. Nëse aty shkon me telefon që skanon, trak të dalin të gjitha informacionet e këtij produktit. Duhet të ketë numrin e lotos. Kjo për shembull e ka numrin e lotos, thot loto numër 2345 është prodhuar në stabilimentin këtu e këtu e këtu. Pra ka disa mënyra për ta verifikuar nëse ky produkt është apo nuk është i saktë. Këto dy produktet që kam këtu, njëri është i pa certifikuar, nuk dua të bëj reklam, do po e mbuloj. Edhe është një kokër e bardhë. Kjo është sjufur, me tip sulfonil metano. Edhe këtu kam po të njëjtën gjë, por është i certifikuar. Kjo është një kapsul, edhe është e verdhë, nuk është e bardhë. Pra, këto të dyja janë metil sulfanil metan, që të dyja janë sjufur. Sjufurin e dim që është i verdhë. Atëherë, pse ky është i bardhë dhe ky është i verdhë? Ky është organik, është i certifikuar, ky nuk është i certifikuar. Pra, sjufuri i vërtet, qoftë në plur, qoftë në formë kokre, sa më afër organikës, duhet të jetë i verdhë, nuk duhet të jetë i bardhë. Ky është më shumë sintetik, ky është më shumë organik. Kjo është diferenca midis këtyre të dyve. Unë marr gjithmonë vetëm këtë se më bën mirë për gjunjën. Këtë nuk e kam marrë ndonjëherë dhe nuk e marr. Do thoni ju pse s'ne keni treguar neve? Ja, po jo tregoj. Pra, duhet që të kontrolloni mirë produktet, sepse ky për shembull që ka këtë këtu është një produkt. Unë i njoh shumë mirë këtë firmën, është një firmë italiane e cila ka një grup mjekësh që studion problemet e organizmit të njerëzit, qoftë sëmundjet, qoftë këto mungesat e vitaminave dhe mineraleve, dhe nxjerr në bazë të studimeve se çfarë duhet, sa përqind duhet të kësaj të asaj dhe krijojnë formula të sakta edhe për sëmundje, por edhe për problemet të metabolizmit, të funksionimit të organeve. Kjo për shembull është për gjunjët, është për tendinet më shumë, ky produkt këtu. Dhe nga sa di unë, kjo firmë, në fillim, mbasi ka depozituar të gjitha këto certifikimet, i bënte në një laborator të certifikuar nga Ministria e Shëndetësisë Italiane. Por arritën të kuptonin që bëhej hile edhe atje. Pse? Sepse në laboratore, dikush mund të marrë 2 kg nga ky thesi, 2 kg nga ky thesi, 2 kg nga ky, të filloj të prodhoj vetë, pastaj të hedhin diçka tjetër shtesë. Pra kishin shumë firo. Kishin shumë firo, produktet nuk ishin 100% ashtu siç i donin këta, e çfarë bën këta? E bën vetë laboratorin, e certifikuan nga Ministria dhe i prodhojnë vetë. Pra, janë aq të saktë saqë nuk besonin as te laboratorët e certifikuar. Lëre më tani ti të besosh një njeri që ka 5 lek, edhe çfarë bën ai? Merr një person tjetër e pyet, i thotë, "Ore, çfarë kanë nevojë shqiptarët?" Po kur unë i dhëmin gjunjët, i thotë ai, "Gjithë, i dhëmin kockat." Okej, për kockat janë këto 3, 4, 5 elementë. Bën një telefonat në Indi, edhe i thotë, "Më duhet një produkt me këto 5 elementë brenda." Edhe vëri dhe këtë emrin kështu, edhe mi sill një 100.000 copë mua këtu. Bën dhe një reklamë për televizione, edhe thot merrini këto, thot se ju bëjnë shumë mirë për gjunjët e për kockat. Por s'ka bërë asnjë certifikim. Zero. I ka bërë me një telefonat. Ose, pa telefonat fare, futet në tregun e huaj, i ble atje ku janë, i ndryshon vetëm etiketën dhe i shet, nuk e kam fjalën vetëm për Shqipërinë, por edhe në vendet e tjera të shiten këto. Shpeshherë mua më vinë edhe nga Amerika, është e mirë, është shumë e mirë, e kam blerë në Amerikë. Kur e testoj, ka 2 muaj që e merr, 3 muaj, nuk ka lëvizë fare vitamina D. Pse? Është fallse edhe ajo. Nuk vjen vetëm këtu fallse, shkojnë edhe në Shqipëri, shkojnë edhe në Amerikë, gjithandej në të gjitha vendet shkojnë. Si thot italiani, tutto il mondo è paese. Domethënë, e gjithë bota është i njëjti fshat, nuk është se ndryshon shumë nga neve. Prandaj, do t'ju thoja që të keni kujdes kur merrni këto integratorët
ose shtesat ushqimore, sepse mund të humbisni 2 muaj, 3 muaj, 6 muaj dhe ju duket sikur po merrni kurrën e dur, dhe në fakt jeni duke marrë zë. Tani, mbasi sqaruam këtë, dua të sqaroj diçka tjetër, dhe është e fundit, për sa i përket leximit të vlerave ushqyese në analizat e gjakut. Po marrim prap vitaminën D, me që e kam mungesë shumë beta. Edhe shkojmë me vrap të marrim vitaminë D në farmaci. Vitamina D ka një vlerë minimumi 30 dhe maksimumi 70. Okej, bëjmë analizat e gjakut, sepse ato të tjera që ju bëjnë me shufra kështu në dorë, e tjerë mos i besoni. Ato lëreni mos harxhoni lekët kot, sepse nuk janë shumë larg të vërtetës. Mua në testet e mia dhe kur më dalin që i them dyshoj për mungesë të vitaminës D, i them të shkoj të bëj një analizë ta shohim se ku është. Dhe pastaj të jap suplementin. Pse duhet bërë analiza? Sepse nëse është vlera 30, 31, 32 e poshtë, do të thotë që është mungesë. Ndërsa mua kur më vin këtu më thotë jo, mua më tha mjeku që je në rregull. Pse je në rregull? Se je brenda normës, se minimumi është 30, ti je 33, dhe je brenda normës, je në rregull. Po, maksimumi është 70. Dhe për të qenë mirë, unë duhet të jem ke 50, ke 60, ka mundësi ke 65, 70. Atëherë pse që kam mirë unë kur jam 30, edhe nuk do isha akoma më mirë që të isha ke 60, dhe nuk i japin fare, nuk i thonë që keni nevojë. Je ke 32, 33, je në rregull, mos e çaj kokën, je shumë mirë. Jo, nuk është ashtu. Pse nuk është ashtu? Sepse trupi jon gjatë natës riekuilibron të gjithë elementet. Dhe çfarë bën? Atë që ka tepër në gjak e çon në kocka, atë që ka mangut e merr nga kockat dhe fut në gjak, sepse gjaku duhet të ketë të gjithë elementet, nuk duhet të mungojë asgjë brenda këtyre vlerave. Dhe nëse në gjak ka munguar vitamina D, ai çfarë bën? Shkon e merr te kockat, ke dhëmbët, te shtrati qelizor, edhe e fut në gjak, sepse gjakut nuk duhet t'i mungojë. Pra ai ka punuar gjithë natën, trupi, e ka marrë nga kockat, e ka futur dhe e ka çuar në minimum 32, 33. Por, në këtë moment, me këtë analizë, ju jeni duke shkatruar kockat, kur i keni vlerat kaq të ulta. Sepse trupi po e merr nga kockat dhe po e fut në gjak. Duhet ta keni mbi 50 që t'jeni mirë nga kockat. Po ta keni 65 ose 70, ndodhe kundërta. Trupi ka mekanizma me të cilat funksionon. Është tepër, e çon te kockat. Është magut, e merr nga kockat. Është shumë e thjeshtë. Nëse ky mekanizëm bllokohet pastaj për një arsye ose për një tjetër, atëherë fillojnë çrregullimet e tjera. Shtohet shumë ose mungon shumë e tjerë, duhet zhbllokuar mekanizmi, duhet kuptuar pse është bllokuar ky mekanizëm, edhe duhet zhbllokuar. Pra, kur keni vitaminën D, për shembull, me që morëm D nga 35, po e them, e poshtë mungon. Është mungesë dhe duhet të merrni një shtesë ushqimore si fillim për një muaj, sa më shumë organike të jetë, aq më mirë është për juve. Njëkohësisht duhet edhe të kuptoni pse juve ju mungon kjo vitaminë. Nuk e merrni me ushqimin, apo ka dhe diçka tjetër. Kush është kjo diçkaja tjetër që neve na bën që të marrim vitaminën D gjithë jetën dhe nuk na ngrihet asnjëherë? Është një teori që quhet teoria e receptorëve. Çfarë do të thotë? Në trupin ton ne kemi me qindra receptor, të cilët kontrollojnë çdo sekond, ditën dhe natën, funksionimin e organizmit ton. Këta receptor janë si punë e termostatit që masin minimumin dhe maksimumin e çdo gjëje, të hormoneve, të vitaminave, të mineraleve, të temperaturës, të ujit, çdo gjë ka receptorët e vet. Dhe nëse receptorët janë të infektuar nga ndonjë element, nga ndonjë parazit, nga ndonjë bakter, nga ndonjë virus, nga ndonjë myk, atëherë vetë receptori kur është infektuar ndryshon matjen. Pra, nëse minimumin e ka 30 dhe maksimumi 70, nga një infeksion, minimumi mund të shkojë 50 dhe maksimumi 150. Që këtu ne kemi humbur dava. Është e kotë që të marrim suplemente, të marrim shtesa ushqimore, sepse nuk është problemi se ne na mungojnë
vlerat ushqyese. Është problemi se receptori mat gabimisht dhe ti shkarkon, sepse minimumin e ka 50. Edhe ai ti shkarkon të gjitha dhe ti e merr nga goja, ai ta shkarkon nga ana tjetër. Pra në këtë rast duhet një kur, nuk duhet marrë një vitamin apo një mineral. Prandaj është shumë e rëndësishme të përcaktohet shkaku. Pse juve ju mungon një X element në trupin tuaj. Me eliminimin e këtij shkakut, supozojmë receptorët janë të infektuar nga myku. Do marrësh në mjet një testi tjetër, do përcaktohet se çfarë lloji myku është, do hiqet myku me ilaçe dhe mbasi të hiqet myku, atëherë receptori fillon dhe zbret përsëri në matjen e duhur dhe ai vetë fillon që të marrë pastaj trupi të gjitha vlerat e vitaminës në ushqimet që ti ha. Pra, problemi në shumicën e rasteve që unë kam hasur është ky dhe nuk është shpesh herë ajo që mungon. Në një farë mënyrë trupi do ta gjejë te ushqimi, te çdo lloj ushqim që ham neve. Edhe ato që thash më përpara janë shumë të sakta, mënyra e ushqyerit, varfëria e tokës etj. Po kur ka një problem në thelb, akoma më të thellë se sa kjo, pa rregulluar atë, edhe sikur ti kesh të gjitha ushqimet 100% natyrale, prap nuk do kesh rezultat, sepse problemi nuk është në këtë rast mungesa e vlerave ushqyese në ushqim, por është çrregullimi i matësve që kemi brenda në trup. Pra duhet rregulluar matësi, pastaj duhet shtuar vlerat. Kjo është më e rëndësishme se të gjitha gjërat e tjera që ja u thash në fund. Shpresoj të kem qenë i dobishëm edhe në këtë rast dhe miru dëgjofshim miru shikofshim në videot e tjera. Shpresoj që radhës tjetër të bëjmë takimin nga Marsi, besoj, takimin folti për energjinë.